Mirëmëngjesi të nderuar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Kongresistët Amerikan Keith Sells dhe Suha Subramaniam do të zhvillojnë vizitë zyrtare në Kosovë dhe në luginën e Preshevës. Sipas organizatës Albanians for America, vizita synon forcimin e partneritetit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, si dhe diskutimin e çështjeve të sigurisë rajonale. Delegacionin pritet të zhvillojë takime me përfaqësues institucional në Kosovë dhe me autoritetet ndërkombëtare të sigurisë në kampin Bondstil. Ndërkaq përmes një videomesazhi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi ka njoftuar se agjenda e vizitës së kongresistëve amerikan fillon në orën 10 me takimin në zyrën e Këshillit Kombëtar në Preshevë. Me që rast ka ftuar të gjithë popullatën shqiptare të dalë të mirëpres ata. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulina Haxhiu ka takuar ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Sipas presidencës, në takim u diskutua për zhvillimet politike në vend, me tekste veçantë në procesin zgjedhor të 7 qershorit dhe rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit institucional. Haxhiu falenderoi Mbretërinë e Bashkuar për mbështetjen ndaj Kosovës, ndërsa dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, zhvilloi takim me ambasadorin britanik. Procesi votimit me post për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë është duke vazhduar dhe do të zgjasë deri me 6 qershor. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shumica e pakove zgjedhore tashmë janë shpërndarë tek votuesit në diasporë. Nga organizata Germin vlerësohet se votimi me post mbetet forma kryesore e pjesëmarrjes së diasporës në zgjedhje. Votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të mbahet me 6 qershor në 30 përfaqësi diplomatike të Kosovës. Ka hyrë në fuqi ligji i ri për shtetësinë e Republikës së Kosovës, i cili sjell ndryshime të rëndësishme në procedurat për marrjen dhe rifitimin e shtetësisë. Ligji synon ta lehtësojë dhe modernizojë procesin e aplikimit, duke reduktuar dokumentacionin e nevojshëm dhe duke shkurtuar afatet e shqyrtimit të kërkesave. Një nga ndryshimet kryesore është mundësia e rifitimit të shtetësisë për qytetarët që janë detyruar të heqin dorë nga ajo për arsye objektive. Aplikimi tashmë mund të bëhet edhe online përmes platformës e-Kosova, ndërsa afati i shqyrtimit është ulur nga 6 muaj në 30 ditë. Vazhdojmë tutje me informacionet e tjera. Gjyqtari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Rustem Thaçi, është zgjedhur kryesues i ri i Këshillit Gjyqësor të Kosovës me 6 vota pro nga 11 anëtarë që morën pjesë në votim. Thaçi mori një vot më shumë se kundër kandidati i tij Besnik Bislimaj, i cili siguroi 5 vota. Mandati i kryesuesit të ri do të zgjasë 3 vjet dhe hyn në fuqi nga 25 maji, ndërsa gjatë mbledhjes u zhvillua edhe ceremonia e dorëzimpranimit të detyrës. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, një person është dërguar pa shenja jete pas ditën e së hënës. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësia e policisë për rajonin e Gjakovës Vlera Krasniqi, e cila ka njoftuar se njësitë relevante të policisë janë përgjigjur rastit dhe janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme në koordinim të plot me prokurorin e shtetit. Ajo bëri të ditur se është iniciuar rasti hetimi vdekjes dhe trupi pa jetë do të dërgohet për ekzaminim mjekësor ligjor, ka thënë Krasniqi. Bashkësia Islame e Kosovës ka njoftuar se dita e parë e festës së Kurban Bajramit do të shënohet të mërkurën. Sipas njoftimit, manifestimi qendror do të mbahet në xhaminë e madhe, ku programi festiv nis në orën 4:25 me faljen e namazit të sabahut. Ndërkohë, qytetarët kanë nisur përgatitjet për festë duke blerë artikujt e nevojshëm për tryezën festive, ndërsa autoriteti i konkurrencës është aktivizuar në terren për monitorimin e lëvizjeve të çmimeve. Këtu përfundojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet e radhës, takohemi në orën 9.